Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Shtjella ciklonike që po ndikon Europën qendrore po zbret drejt pellgut të mesdheut, duke zhvendosur ajrin nxehtë afrikan drejt Europës juglindore. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi kthjellime në veri dhe zonën qendrore, shtim të vranësirave në jug të vendit. Temperaturat pësuan rënje në të dyja vlerat, në zonat malore 10-16 gradë, zona qendrore 14 deri në 20 gradë, në Bregdet 16 deri në 22 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e mërkur, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare. Temperatura do të zbresin në 2-6 gradë në mëngjes, 17 deri në 20 gradë në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë do të kemi hyrjen e masave ajrore më të freskëta në shtresat e larta të atmosferës. Pra priten vranësira mesatare deri të dendura shtresore thuajse në të gjithë vendin. Era do të jetë e lehtë me drejtim veri perëndim me shpejtësi 8 metër për sekond, duke shkaktuar dallgëzim të forcës 3 në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje të lehta. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.